Banorët e fshatit Moglic të Gjakovës po vazhdojnë të përballen me reduktime të shpeshta të energjisë elektrike, një problem që sipas tyre po zgjat prej kohësh dhe ende nuk ka marrë zgjidhje. Edhe pse shqetësimi është ngritur vazhdimisht nga banorët dhe është raportuar disa herë në mediumin ton, situata mbetet e pandryshuar. Ata ankohen se ndërprerjet e energjisë po ndodhin pothuajse çdo ditë, duke u vështirësuar jetën e përditshme dhe funksionimin normal të anëvistërisë e obligimeve tjera që ata kanë. Redaksia e televizionit Syri vazhdon të pranojë mesazhe dhe ankesa nga banorët e këtij fshati, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për të zgjidhur këtë problem. Banorët kërkojnë nga autoritetet dhe operatorët përgjegjës të rrjetit energjetik që të marrin masa sa më shpejt, në mënyrë që furnizimi me energji elektrike të stabilizohet dhe problemet e vazhdueshme të marrin fund. Ndërkohë, ne vazhdimisht jemi drejtuar përmes telefonit si dhe emailit kompanisë KEDS, por nuk kemi arritur të marrim një përgjigje.